Ky episod u mundësua nga Smile.al, Vodafone, Lajthiza, Metropolitan, Melia Durrës, Tumo. Jemi në mes të dhjetorit, në kulmin e festave, njerëzit e qeshur të lumtur janë gjithçka që dua t'ju prezantoj në këtë platformë, në këtë podcast. Kështu janë ato të dyja. Janë nën e bi, ishte në fakt Roza që më tha, ne me mamin do të bëjmë një vlog në YouTube dhe duam të vim së pari tek ti. Mushtuam dy konkurrente në YouTube. Mirë se keni ardhur Rita dhe Roza Lati. Mirë se të gjeni në YouTube edhe në Zë me Miro podcast. Do thonim faleminderit për ftesën, po me thënë të drejtën isha unë që doja me do e mos që të vinim të dyja dhe daljen tonë të parë për këtë projekt tonin ta kishim në podcastin e Mira Kazhani. Sepse meriton, është podcasti më me vlerë për mendimin tim, është ai pari ndër të parët, po ty të mbaj mend, pastaj të tjerët mbrapa. I pari është ai që mbahet mend. Po, pikërisht. Dhe diçka interesante, unë i vërej shumë njerëzit kur na suportojnë. Nuk i shoh ata që nuk na suportojnë, sepse ne si popull jemi çik, domethënë ku të kapim i çik, nëpër komente, nëpër rrjete sociale dhe unë vërej njerëzit që na japin suport. Edhe nga dalja ime kur kam qenë në Big Brother, një material që ishte shkruar për mua, shumë i bukur, që mua më ka bërë shumë përshtypje dhe kam screenshot në telefon, të vetmin material që kishte dalë mbas daljes time nga Bigu. Ishte nga faqja e Tirana Post, që në fakt është website-i jote, është faqja jote dhe më pëlqeu shumë edhe gjej rastin të falenderoj Mira. Nuk e dija që ti e kishe parë. E kam screenshot i vetmi material, Roza që nuk luajti roz në Big, por tregoi jetën e saj. Kjo është fjalia që s'do ta harroj kur. Bravo, ma. Muhabeti është kështu e dashur, Mira, që janë bërë shumë podcastera, shumë podcastera, sa mendoni se dhe unë dhe Roza po bënim podcast. Jo. Po shumë mirë. Ka shumë emra që unë i vlerësoj shumë, që bëjnë podcast tamam, domethënë, japin vlera. Roza të përzjodhi dhe unë tjedi që të kam pa gjithë jetën shumë gjanë dhe bën diferencën për mua si gazetare. I vlerësoj krejtë, po jam ballë për ballë tani dhe me gjithë të dëshirën dhe dashurin të bëj këtë kompliment, kaj të bukur që do e pëlqej dhe shumë mami jotë, që bën shumë diferencën dhe të vlerësoj shumë. Ama më kritikove kur erdha për veshjen, të duka shumë minimaliste, edhe duhet të përpiqja më shumë të vendos, nxirin çika të duart e tua, se duat. Jo, ti nuk ka nevojë të bësh kështu, se tani këto është muhabet, se kupton? Pak të nësh në dini. Po desha për shembull një xhaketë me një spil të bukur këtu me gura. Unë ashtu të shoh ty, po ti e kjo Mira. Shiko, është the mother of Suki Suki, ëh. Kështu po të mendoja unë, Intervistën tjetër që do ta bëjmë, se ne do kemi prap rast për të folur, unë do kujdesem që të vishem sipas pritshmërisë tënde. Të desha me cavata, me një shkëlqim, me një spil me gura, me kështu të desha unë, me një kështu bizhu perl këtu te qafa, jo si Rita kështu se. E ke një? Nuk e quaj unë atë mbësheje. Unë nuk e pash një çaj që nxori. Dhe kështu zemra ime, kjo është gjëja, domethënë, dhe të vlerësoj shumë. Ja thash Rozës kur erdhi që, shiko, Roza është gocë e talentuar, është vajzë vetvetja, edhe ti është vetvetja nuk është një gjë e lehtë, se ne ju themi njerëzve i vetvetja, po ti është vetvetja është gjëja më e frikshme dhe më e rrezikshme, jo vetëm në Shqipëri, kudo, po sidomos në shoqëritë si kjo e jona. Dhe ja thash që, shiko, ti e ke patur mami Ritën mburoj. Në një kuptim, çfarëdo gjëje që ka bërë Roza, unë e kam lexuar kështu, edhe kur ka bërë një kapërcim, edhe kur ka bërë një rebelim, ne kemi thënë, okay, si do jetë ndryshe, është vajza Ritës, është rritur me një artiste, është rritur nga një grua e lirë. Mami im s'ka qenë dakord. Fare dakord. Me gjitha rebelimet e mia që mund të kem. Domethënë jo dakord, po i kam vujtur shumë. Megjithatë, unë e kam rritur të lirë. Me thënë të drejtën. Ngjaj çik babit atë. Po, është një çik karakter. Më thënë nuk puqemi shumë si natyra. Mami i bën një çik dredha plumbit. Një çik si shumë, Roza nuk. Kjo është vujtja ime, që s'di të bëj dredha plumbi, domethënë po s'ka gjë. Ase ka filluar do. Është shpreha Rita Lati. E përdorim domethënë që ne theti jo këtu në zvetë atje, më se më ka plumbi trak, se jam e mençur, kupton ti? Po bëj kështu unë. Rozës jo atje do vej. Me thënë këtë vuaj. Jo, më thuash mos këtu se xhiz ku këtu. Me thënë Roza do atë rrezikun edhe me thënë nuk e shmang.
Kurse unë e shmang këtë vuaj, unë që s'më ngjajti një qik në këtë pikë të ta shmang këtë një qik. Ta ka shpërbyer jeta Rita këtë? Që je shmangur ballafaqimin me Për klubin? kohën tonë, po, për kohën tonë. Kurse tani mbrapa s'kishte nevojë, Rita ka qarë me talentin, me publikun, me ato që më ka dhënë Zoti, që më kanë dash njerëzit dhe i vlerësoj pa mas, unë kam 4 vjet tani pension dhe akoma ndjej dashurin. Nga do që shkoj, shikoj njerëzit, nuk i harojnë dot ato që kemi bërë neve. Gjirova para pak ditësh për televizionin shqiptar dhe kur më bën një ftesë jam shumë e lumtur. Se ndjehem mirë. Dhe tjetra, ajo dredha plumit sot duhet përballesh, për ndryshe jo. Prandaj unë jam e lumtur që Roza përballet. Por, ka një moment që të riqesh. Këtë i them në Rozës, tërhiq. Fal. Janë ca gjëra për shkakun që karakteri i Rozës është një çik më i fortë. Kur 33 është mosha biblike, është mosha e Jezu Krishtit. Kështu që 33 më ndryshoi dhe mua shumë në perceptim. Po, është unë besoj shumë, të them të vërtetën, edhe lutem edhe falenderoj çdo natë. Që pas ke mbushur gjithë keqja Amaja. Dhe nga 33 fillova ta shoh pak më ndryshe dhe fillova ta ul pak shpatën. Po jo se nuk e kam të mprehtë. Ule ti, po ngrije na njerë, ti po... Ma se jemi të mira ka zhani, ma. Se jam të mira janë për kokrën e shefit. Ma. Do shta pikërisht se jemi këtu mund t'i themi gjëra si që janë. Po, ka nevojë, dhe nuk na trem kjo gjë. Dhe pak më para që je e përmbushur se të kanë dashur njerëzit. Po. Në fakt unë gjithnjë më shumë Rita Lati, mendoj që pasuria më e madhe për njerëzit është ta duan të tjerët, të jetë i kuptuar, të jetë i respektuar. Janë gjëra që nuk i blen dot as me para, as me strategji marketingu, as me podcast, as me vlog, as me një televizion të madh podcast. Çfarëdo që të kesh ti nuk e fiton dot atë gjë. Dhe në fakt po, është e vërtet ty të duan njerëzit. Po ti pse mendon që të kanë dashur? Cila ka qenë pika jote fortë që njerëzit, publiku shqiptar të ka dashur ty? Se mund të ishe edhe e keq kuptueshme. Me kaq shumë gjingla-mingla, aktore humori, shumë në skenë, me kolegë, në një botë që ka dhe keq kuptima. Publiku gjithë jetën më ka dash, nuk them për kolegët, luftat kanë qenë janë dhe do të jenë. Në parantezë, se mami, bota artistike ka shumë bryla, sepse është lufta për vëmendjen. Dhe mami gjithashtu në eksperiencën e saj është hasur me të tilla gjëra, se ka 45 vjet karrierë, kështu që ka më shumë eksperiencë nga ne. Dhe kam parë mamin se si gjithmonë kam parë anën e mirë dhe nuk është kundër përgjigjur njerëzve asnjëherë. Diku thellë, prandaj është pak fryma ime rebele. Sepse gjithmonë i tha, po pse mi ma, pse lejon? Pse nuk shan? Pse nuk e shan? Të më thuash për një personazh që Roza e di shumë mirë që unë nuk e dua. Dhe po jemi në publik dhe ti më pyet, unë them është e shkëlqyer, është e talentuar, dhe këtu fillon lufta me Rozën që ti pse, sepse mami nuk ka nevojë ta mësoj ajo nga Rita se çfarë është ai. Nuk ka nevojë ajo ta mësoj, se nuk është në punë. Është muhabeti astë që muhabeti që rima i llafosemi. Përse duhet ja them unë asaj? Për te ekrani dhe për te komunikimit publik, si e ballafaquar ti Rita me intrigat, me njerëzit që të kanë bërë keq, që të kanë lënduar? Dëgjoj, po ke talentin, nurin skenik, jam me fat që kam patë edhe atë nurin skenik, mendoj që suksesi jot është vrasje për dikë që nuk të ka suport. Moj po ti hidhu për pjetë bëj qa dua, yllin vure sa je vetë në këm, nuk mundes, nuk të ka përdin dot. Po unë me suksesin tim i kam rarë njerëzit, shumë mendoj. Me thënë, unë që kur isha në Vlorë, që punova me çunat e Vlorës, më ktheni 4 herë në Pallat Sportit me Metin e mrekullueshëm, Muhamet Likën, që i ndri shpirti atje ku është nga më të talentuarit. Ata janë të tërë të mrekullueshëm, po flas për shkak që më kthenin 4 herë që sa kisha dal nga shkolla. Suksesi im ishte në ballin tim. Në skenë. Sa vjeç ishe, e kupton? 22, 23. Çfarë është ajo ndjenja kur të kthej në skenë dhe sheh njerëz që duar të kisin për ty? Ka, ti haron të tëra dhe të duket vetja, me thënë, çdo gjë rrotullohet rreth teje dhe është e jotja, fluturon, po aq zgjat ajo, dole pastaj të rëmben gjëja. Po aty kur del dhe ti shikon ovacionet, ne ishim Pallat Sportit, isha e re, domethënë sa kisha mbaruar shkollën, edhe më duke pa besueshme, me të një sukses kaq i madh dhe kaq e re se sa dola. Që u bashkëngjita me çunat, me çuna sa tani nga 70 sa, po flas për atë që ishin të bukurit e dheut, me një sukses të jashtëzakonshëm.
Edhe unë gjita me ata bukur shumë, edhe mendoj që se atje ka marrë atë dhe prejra asaj zenepe së famshme që u bë atëherë legjend, mendoj të Estrada e Shtetit më kërkoi direkt. Pavarësisht se unë u lidha me babin e Rozës, po unë pa ardhur në Tiranë, emrimi im kishte vajt në Estradë Shtetit. Jo se isha kush isha, se gjeta 5 aktore të bukura, talentuara. Po unë bëja parodin, kjo ishte ajo që mua më donin, sepse edhe ato habitën, me thonë, ne jemi 5, çdo kjo këtu. Mi po ishte ajo që bëja tjetër dhe kjo ishte. Ti solle njërësi. Po, dhe gjithë suksesi me Vegim Xhanin e mrekullueshëm, një parodist i mrekullueshëm, pastaj me Vasil Llaqin. Një mrekulli. Kush të zbuloi ty Rita? Unë që vogël, prindrit e mi, unë jam rritë në Orikum, pa Shaliman. Po që vogël, kur është shejtan, fëmija, s'kas kurse gjithë do të se mban do të, po të peshin 3 veta, dilja për para më gjoni mua, do me thënë, ajo është një e lindur edhe nuk ç'bëhet. Dhe iknim në fshatin e babit, më vinin ishtin ato buzat e mëdhej me ato motorrat e gjata, kështu më hypin me asaj dhe filloja këndoja gjithë rrugës. Do me thënë, nuk më thoshte njeri, doja vëmendjen në çdo moment, në çdo sekond, nuk Prindrit s'të penguan asnjëherë, se në atë kohë ka patur edhe para gjykimit, nuk ishte lehtë. Jo, nuk më penguan, po bërën të pamundurën, se atëherë ishte konkurs para konkurs në shkollë të mesme që erdha në Tiranë. Si jam nisi për kanto, si me thënë, ishin 300 fëmijë, dhe nga ato 300, me thënë, rrethi krejtë, dola, du me thënë, nuk e di e sajta, po isha nga të parat. Dua të shkoj pak te Big Brother i Rozës, që nuk ishte aq Rozë në fakt, sepse përmes Rozalatit, më shumë se sa Rozën, shqiptarët njohën Ritën. Ritën që nuk e kishin njohur mirë, sepse ne i gjykojmë njerëzit nga skena, i gjykojmë nga jeta publike, i gjykojmë nga buskuqi, unazat e bukura e qeshura. Dhe unë them se njerëzit që qeshin shumë nuk është e thënë që janë të lumtur dhe që s'kan sfida, përkundrazi, ndoshta ata që qeshin shumë. Pa. Shehin me buzëqeshjet e tyre dhimbje. A ishe ti dakord që Roza jo për veten e saj, jo vetëm gjërat e Rozës, po që foli për martesën tënde të dhunshme me babain e Rozës? Atëre, po ta tregoj, kam qenë në një intervistë, ka qenë më e vogël, edhe fillovëm, ishin ca zonja, atje sigurisht, edhe unë bëja atë të lumturën, se më shifte Roza në shtëpi. Roza i ka përjetuar gjërat se ishte e rritur kur, edhe unë bëja atë të lumturën, sepse unë dua që këtë Ritën që e kanë parë njerëzit, humor të qeshur, të kuruar, më thënë, më duke si vrastare që të futja këtë dhimbjen, dhe le të jetoj njerëzit me këtë Ritën kështu, do me thënë, me këtë Ritën. Dhe kur vi në shtëpi, më thot, ti mami, përse e bën këtë? Pse kudo që del tregon, pse nuk tregon të japësh mesazhe? Para shumë vitesh. Dhe unë i them, do vi një ditë që do flasësh ti për mamin. Po gjallë në botë që do na nxirte e bythën e dje në pikë. Vajtë na i tregoj të tërat, jem ka nda mblaja muko. Qaj gazet. Tani nuk po bën humore, ke e vërtet. Jo, e kam e vërtet. Fare. Ta kishte thë për Big Brother? Të themi të vërtetën, nga i Big Brother, unë mendoj më shumë ka fituar mami im se sa unë. Sepse unë në fund të ditës më zhveshësh nga 13 vite karrierë televizive që kam, në palc, në kock, jam goca e Rita Latit. Kështu që e harrona një herë, po do flasim që kur dalim për jashtë. Ajo bëri një pyetje më vonë që duhet ta bëja unë. Çfarë fitoi Rita? Sipas teje, se unë kam një ide, e njohëm. Rita fitoi një vëmendje masive, Rita fitoi shpirtin e gjithë shqiptarëve, sepse jo, shiko mam, të njihni vujtjet. Fitove shpirtin e shqiptarëve, ke prekur çdo familje shqiptare me faktin që ke kaluar ç'ke kaluar, unë jam rritur me gjakun tënd nëpër mure, edhe prapë së prapë ke qenë e qeshur, e buzëqeshur, buzë të kuqe dhe se ka ditë njeri. Këtë ma mendoj se shqiptare. E lëm se më ashtu, ishte idea kjo që i thash, se me që më pyete, që një ditë do flasësh ti, kjo është që the, që pse ti Rita nuk fole. Sa gra ka që të dhunuara, të vuajtura. Pikërisht. Edhe ikin nga kjo jetë nuk u a di njeri. Me thënë, nuk është e thënë me pa tjetër, me që unë kësha menduar, ndoshta kur kam vdekun, kur i thash këtë mesazh që do flasësh ti një ditë. Do me thënë, kjo mami kaq kështu ishte jeta e saj, se ishte e rritur. Me thënë që i di gjërat së thelli. Me këtë kjo e tha atje dhe vetëm gjë që ishte që unë nuk doja
ta thoshte atje. Po kur i ri dhe mendoj, më bukur se mesazhet që jepen atje tek vëmendja që ka. Është një audiencë e madhe dhe shumë gra kanë parë rezistencën dhe prap më thënë e kalova këtë gjë, sepse e vujta me thënë drejtën atë moment. Edhe pse ja kisha thënë këtë gjë Rozës, megjithatë është e drejta e Rozës, ish jeta e Rozës, janë përjetimet e saj. Mira, e di si është puna, rrëfimet e mia të jetës time personale kanë mërzitur edhe njerëz nga ana e Timati, absolutisht, dhe unë jam gjendur, kur ka marrë vesh, do me thënë, jam gjendur në një situatë që, më falë, po çfarë mund të them tjetër? Kjo është jeta ime. Unë hyra në Big Brother që njerëzit e njihnin Rozën për te gocës provokuse, ngacmuese. Më kupton, figura ime televizive, doja të njihnin, unë nuk hyra në Big Brother për të bërë e famshme, unë hyra të më njihnin çfarë Roze jam, çfarë jetë kam kaluar, sa nën të fort kam. Ti ke një vëlla nga babai? Po, kam një... Ke një raport me njëri tjetrin? Me Erin kam raport fantastik. E do shumë. Sa mirë. E duam shumë. E duam kjo shumë. Shrita. Edhe i themi njëri tjetrit, do vi dita që veç njëri tjetrin do kemi, kështu që të mbajemi fort, ja kemi thënë shpeshherë këtë gjë njëri tjetrit, se jeta është e gjatë. Por kjo ishte arsyeja, do me thënë, që hyrja ime atje brenda mbi gjitha. Rita, unë nuk dua ta bëj dramatike këtë bisedë, por nuk mund ta lë të iki shpejt kjo, sepse unë kam reflektuar dhe gjatë asaj kohe të Rozës ku kam mësuar dhe historinë tënde dhe si grua rreth parë dhe si gazetare, të kam parë me admirim që ja ke dalë, se shumë gra nuk ja dalin, jo vetëm në Shqipëri, por në shumë vende nuk ja dalin t'i shpëtojnë dhunës dhe t'i ikin dhe të marrin vendimin e madh. Kjo ishte arsyeja. Ti ke një moment ku jo vetëm se u ke treguar njerëzve që mund të ringrihesh, mund vazhdosh qeshësh edhe ndërkohë që bën gjithë botën të qesh, ti mund kesh qenë në lot, apo akoma më keq si ai përshkrimi i Rozës, sepse dhuna fizike, dhuna psikologjike ta prishin jetën. Dhe mbi të gjitha të dekurajojnë, të presin krahët, nuk ke shumë motiv për t'u ringritur, është e çuditshme, për t'u ringritur dhe për të patur guximin për t'ikur nga ajo. Ti kujt ja dedikon ringritjen tënde, shpirtit tënd artist, apo s'është e thënë, ka dhe mund t'jesh dhe artiste mos ta marrësh atë hap kur? Kur, dhe nuk e merr. Dhe ka shumë që vuajnë, që durojnë, qofshin dhe artiste, qofshin dhe mikesha të mijat. Megjithatë, ndoshta unë duhet kisha ikur shumë më përpara, po ishte mami im, babi në asnjë mënyrë nuk e pranonte dot, po mami im që më mbante atje, domethënë turpi, ti artiste, ashtu ishte koha, ty do ta hedhin të gjithë, do thonë Rita, unë çado që kisha bërë me vetdijet plot, qoftë keq, qoftë mirë, kisha dhënë dorë, këtu nuk do rija dhe kisha kohë që nuk rrinim në një ishim të ndarë në një shtëpi. Doja momentin që të gjej se ishte një çike frikshme. Edhe ikja, se mund ta paguaje me gjithçka. Megjithatë, unë mendoj që puna, pavarësia, ekonomia, leku, është ajo që ty ta ngren kokën. Ishte një kohë që ne po punonim fort, merrim 70% të sallës, merrim rrogën, te strada shtetit ku, do të thënë, leku është ai të hap syrin dhe ti nuk e frikë ku do shkoj. Unë mendoj shumë që shumë durojnë vetëm se nuk kanë ku të shkojnë. Se nuk është se i dhimbset burri, mua nuk më dhimbset. Nuk më dhimbset përderisa për atë unë në mëngjes më dhunon dhe në darkë më puth. Jo, nuk është kjo. Është një gjë që është qarë, është thyer dhe nuk ka kush e kishte fajin. Përse erdhi këtu dhe ndajnë gjërat. Mos e gjykojmë fare, jemi shok, jemi miq si gjithë bota. Megjithatë është një tjetër gjë, është ajo hundaja, krenaria, i karakteristikë të më lështi mua. Janë këto gjëra shumë që i kanë. Nuk e di tani ky brezi juaj, po unë flas për brezin ton, që është një çik bie krenaria, e kupton? Po unë them, e vetmja gjë që femrat i ndrydh, që femrat i bën të nënshtruara. Unë mendoj që është vetëm leku, ekonomia. Ti të kesh lekun, po që se nuk shkon, se familja pritën është e shenjtë dhe nëse dua një gjë që Roza në këtë jetë, që unë ti ke lumtur, është ta shoh me burr, me fëmijë, si çdo nën. Si çdo nën që do fëmijën e saj. Megjithatë, kjo ka qenë ajo fuqia ime. Shko, dua këtë, dua atë, Rozën në kolegj, në shkolla private që atë e çonin vetëm kush kishte fabrika
e kupton, flas për vite më përpara, që Roza të studioj atje ku është më e shtrenjta, që unë të marr një shtëpi që Rozës mos më shkeli këmba në balt, që unë të pronotoj një shtëpi që Roza ta ketë afër me fakultetin, mos më lodhet këmba, mos të bjerë këmba në ujë. Do të thënë, çdo gjë, mirë po ishte çdo gjë që unë e orientoja vet, isha unë që punoja, isha unë që bëja llogarit, faleminderit Zotit, filloi diaspora. U hapun në valigja rinte vetëm me hapur të premte shtunë diel unë isha vetë. Koha punoi për mua. Por ndryshe do ishte shumë e vështirë. Okej, me estradën ne do mbjetonim, po unë do isha gjithë jetën në shpime qira. Pra ka pas një fëmijë të mbar që i ka dhënë fat. Faleminderit mam. Do jetoja gjithë jetën me qira, do jetoja bukur, do isha taka, buskush që vërtuaza e vurrëvarsera. Po që të blije një shtëpi, jo, dhe një shtëpi në një zonë shumë të mirë. Këto ishin të gjitha të diasporës, apo të merja një makinë, apo të merja dhe një makinë, apo me thënë të shkolloj Roza më bukur e më mirë. Tani tregoj të vërtetën mirës, që ti në shkollat më të mira private ke çuar vetëm që të merr të fugoni te dera shtëpisë dhe të më sillte në derë shtëpisë. Mirë, pjesë e kujdesit për fëmijën e vet ka qenë. Një fëmijë. E ka pas Ajo gjithë nënë e vetme ka fiksimin, qenë. se nuk po shoqëronte dot, se mund të ishte punëra me koncerte. Po jo, kam qenë me Amerikës, unë një muaj ti me qelës varur, fike e dritën o mam, në shtatë që o mam, se erdi fugonin. Kam qenë e para në klasë me celular, flas të djeqare, sepse nga halli se mami nuk ishte në shtëpi dhe... Megjithatë nuk ka munguar, më duket, të paktën nga mënyra se si flisnit, nuk ka munguar ty vëmendja e rritës, edhe pse shpeshherë ka qenë një nënë në karrierë dhe e ikur. Kur nuk ka Vitë të ris kemi patur në njerë bashkë, Krishtlindjes kemi bërë kur bashkë. Megjithatë është shumë e dhimbshme. Kur jeti për festa? Te Daja, te vllai im. Shumë bukur, kalonin, me dhënë i dua fort. Disa e kam zgjedhur 30 vet. Po, kam patur mbështetje vllajnë, me nusën, me vajzë. Me thënë kam patur mbështetje shumë fuqishme ato, por falenderoj Zotin vetëm për një gjë dhe këtë po e them tani, që kaq e hikur, kaq e larguar nga Roza, do të thënë duke i folur e duke i dhënë mësime, jo ti mungon, prezenca jote. Them faleminderit që nuk më mori vese të këqija në moshë adoleshencës, që është shumë drogat, rrugët, ku t'jun, e falenderoj 1000 herë Zotin. Zihemi, Allah, na dëgjon që dynjaja, kur zihemi, moj motër, Kam patë shoqëri të mirë, është çështje që edhe kam qenë me fat, se shoqëria e gjimnazit, për shembull, që kam patë kanë qenë fëmijë të mbar, fëmijë të mirë të gjithë, kështu që... Ti është një fëmijë vetëm dhe tikësh? Fati është edhe shoqëri e mirë. Pse ti nuk u rimartove më? Se nuk besove më tek martesa apo se nuk e gjete njeriu shokun e duhur? Gjithë jetën kur të duan shumë. Shaka. Martes nuk kam dashur asnjëherë, sepse kam dashur gjithë vëmendjen që Roza të më hyjë në shtëpi sa herë të doj, të trokasi sa herë të doj, të futet brenda kur të doj, të zhvishet si të doj. Kjo është arsyeja që nuk e kam pranuar asnjëherë, dhe pse kanë qenë sa gjëra të fuqishme që mund t'i kisha çuar deri në fund. Po jo. E rëndësishme është që ka patur kam qenë njërë me shokun tim në shtëpi dhe kjo tha, mami do vite ha, mami ç'a ke bër? Dhe thash hajde se jam na ishte një çik muhabet. Edhe një muhabet. Edhe mirë tha dhe ika. Dhe iku. Dhe që atë moment, domethënë, ajo që nuk unë gjitë lartë, që unë kësha gatuar gjërat, më thyje zemra, edhe thash dashurinë... O duke menduar ta lënë në privatësinë e saj. Dashurinë e këtij e kam, me pashe dhe me... Ashtu. Unë Rozën, jetën time, se çdo gjëre e imja vërtitet vetëm rreth të Rozës. Asgjë nuk e ul këtë, dhe se ka ulur dot. Do të thënë askush s'ka dal dot, domethënë që t'i japun më shumë vëmendje. Dikur kam pas një shprehje, më mirë t'i gjej, bëj mirë t'i gjej një burr mamit para se gjej burr vet. Po hajde bëje se na, po hajde iku. Vazhdon ta kesh shokun? Tani mos flasim shumë gjatë, sa vjen Nuk ka qef mami të flasë. Sa vjen sa ikin, sa vinë, na duan më në pleq që ky gazetë. Po je me fat mirë. Po që ky muhabes më kanë dashur në rini, Allah sa ata pleq që kanë mbaruar. Po janë të dëshpëruar, më janë pa gratë shkret, të vaj quna. E thon besimi humor, po diçka shakaja gjysmë të vërtetës. Shiko, partneri yt artistik, partneri yt në skenë ka qenë gjithmonë Behar Mera.
I mrekullueshmi, giganti. Mandi ka një ngjashmëri në portrete me babin time dhe gjithmonë Giganti. ndoshta për shkak të ngjashmërisë me babin edhe kam pëlqyer Ai ka qenë e kam ndjekur dyshet tuaj. Po fati im ai ka qenë në karrierën time. Unë nuk e di pse duhet kem qenë pre e një fake newsi, që deri Si e vonë kam vetmja. ditur që ju të dy ishit çift, Po. ishit në një lidhje Si e dhe vetmja. sigurisht që shigjetat me siguri janë hedhur vetëm nga Arita, se grati mbajnë shigjetat, burrat ju falen të gjitha. Po ti si ke përjetuar këtë, se Po, e kam kuptuar patur- që është një thashë Kam pat shokun tim në krah gjithë jetën, kudo që venim. E kisha edhe, si e i thonë ati sa fëmijë keni, sa të mirë jeni, ai dëgjonte këtu, domethënë. E kam qenë e përmbushur, e mbrojtur e me një njeriu tim që e kam dashur gjithë jetën. Në krahas më ka bërë fare përshtypje kjo gjë, u ka bërë të tjerëve. Okay. Mua nuk më ka, po unë kam qenë me fat që kam luajtur Keni me patur Beharin. shumë kimi në skenë në fakt. Shumë. Që kur kemi dalë për herë të parë dhe prandaj ndodhi dhe eci kjo gjëja. Se unë ndodha rastësisht me Beharin, nuk erdhi personi që punonte Behari, tha Rita imi që jemi se këndonim në estradë. Se Behari ka mbaruar për tromp. Unë u nisa si për kanto, me thënë unë këndoja me Vasilaqin, dhe ishim si treshe në fillim të tre. Rita, Behari, Vasua, në estradë shtetit. Mi po Vasua nuk ishte, tha Rita, mi marim to lekët, po ja ato që bëjmë tha në skenë. Dhe kemi dalë direkt mes publikut. Improvizim. Po. Direkt. Dhe njerëzit kanë duar trokitur sa na kanë parë, do me thënë, një kimi jashtëzakonshme të Bufalaqër, isha më e shëndetshme atëherë, klas para Vitet 90. Po, në 93, 94, Filimi. do me thënë se 35 vjeç është xhiruar Hyp Xhixhi filmi, do me thënë. Wow. Edhe Mami 35, më aty ka- unë tani 37. dhe më ka përndjekur ajo që the pos neve nuk na kur ti je okay me çdo gjë që të rrethon. Jo, e kuptoj këtë. Dhe ti kur ke shokun tënd të mburoj, do me thënë, kur ti ke besën gruan e Beharit, një njeri absolut, që marrëdhënia ime me besën, me Beharin, është një, me thënë, ju do punoni. Kjo është puna dhe Rita mos e zjat më, janë kohesha besës. Besa më thanë kështu, do punoni, shikoni punën leri, Besa, grua e qartë, ka qenë ajo. shapo Besa. Ka qenë ajo shtysa, që toja unë e Abdallaçi që jam, me vërtet, sepse mos harro që atëherë pagesat ishin E kuptova. maksimale. Shoku nuk është bërë, se ndonjëherë burrat krijojnë paranojat të nevojshme. Asnjëherë. Edhe graxha, po në një lidhje ka paranojë. E ka dashur shumë. Po Behari është një i tillë, të gjithë e duan Beharin. E vërtet. Është rrezaton aq mirësi, është njëri përveç talentit, është një njeri me shumë karakter, është një mik, është një shok. Nuk e di, jam me mrekulluar nga ata njerëz që i kam pat në jetë krah. Qof nga gocat, Goca të nga Beharit. Edra, nga Iva, që me thënë mbështetje, sepse dhe ato kanë kaluar dramat e tyre. Sa të bukur e ke mamin, ndërkohë thot Iva, ç'ne mamim, ku e njefti mamim, pse s'është shëri mësusja. Ka vajtë në shtëpi duke i qarë, mami të kështu. Do të thënë dhe fëmijët tani kanë përjetuar këto gjëra. Po shumë keq. Po kryesorja ka qenë kjo që ka qenë Besa shumë zonjë, shumë I shkojnë shumë merita në fakt. Shumë merita, besonte shumë në talentin tim, se kjo ishte e tëra se Behari mund punonte kudo, se Behar është një. Është një dhe s'bën nëna dy Behar. Kurse Rita ndoshta mund të gjendej diku një Rita. Edhe Rita është po ja një. që nuk u gjet dot një Rita. Edhe mos e thuaj këtë se edhe Rita është vetëm. Ja që nuk u det. Ja që unë i kisha thënë puno me këtë duash, më vinte një Po Rita moment. është një. Vinte një moment që thoja jo, nuk vazhdoj dot më se ishte ato fillimet ishin të frikshme. Mirë po ja që s'dilte dot një Rita. E kupton edhe kështu. Siç më thonë dhe parodistat e Vlorës që nuk doli dot një Rita. Me thënë, kam krijuar atë dhe janë falenderuese. Identitetin. Janë falenderuese ndaj prindërve të mi që e çuan deri në fund të atë ëndrrën e tyre. Janë falenderuese ndaj punës, seriozitetit I ke prindrit tim. ende? Jo, më kanë ikë shumë të rinj. Janë falenderuese ndaj korrektesës time në punë përveç talentit. Edhe korrektesës në orare. Po duhet të jesh shumë korrekte në marrëdhënie me punën, E të kishim tani vlerësosh. intervistën me ty, një orë përpara ishte te lokali poshtë. Po, mami, se marrë kohën time, qetësohem, duhet të vi të qetësohem, të më vi portreti, Është brezi i të ndjem përgjithësisë. bukur, të pi një kafe, Janë mësuar me të jem me madhe. qetë, kur të më vi mira. Nuk të E lamë mami thash në orën 6, takojmë te lokali poshtë shtëpisë time që t'ikim filan vend. Kishte ardhur që në orën 5. Po, mora një rakia ti me mjalte me kanellë, bëja porda atje për jashtë. Dhe ndërkohë unë vjem në sikletë, se o bobo, po pret mami, po
Mami po vjen një Mami orë po më kur herë. qefit. Kam një orë kohë të jetës time. Më lër të jetoj mua, ti tani kam qefet e mirë. Rita, ti ke kaluar, ke bërë një kalvar në jetë, dukesh që je absolutisht grua e fortë, po edhe i qesh jetës ti. Në çdo moment e shoh dhe tani ka përcen nga serioziteti bën pak humor. Është një vena Kjo është një gjë e lindur. Ashtu je. Nuk kërkohet. Po. Edhe nuk mësohet. Nuk mësohet. Shkolla të mëson mjeshtrin si ta ejndësh. Ajo e brëndshme, asha e brëndshme, ata ka dhënë nëna jote. Arti tjetuarit. Bravo. Po ajo është e vërtet, sepse unë mos kisha këtë kapërcimin e situatave. Ky është sekreti yt. Mua do më kishte zhytur ajo. Do të kishte vënë përfund. Po, kam shir lotët, kam dalë në publik, sa kam parë njerëzit, kam harruar çdo gjë, kam jetuar. Më kujton pak Tina Turner? E ke parë dokumentarin? Po, patjetër, është jeta e dhimbshme. Megjithatë është fuqia ajo, është fuqia. Në thelb, në palc të gjës, forca e Ritës është për tu marrë shembull për shumë gra shqiptare, por nuk është për tu gjykuar për faktin se Imat ka ndruar jetë nga tumori në kokë. Kështu që është situata e tillë që mami është ndeshur me jetën e vështirë pa e ditur, sepse simptomat edhe agresiviteti ka ardhur me kalimin e kohës. Babi ka ndruar jetë nga tumori në kokë, do me thënë nuk është se mami e dinte që kishte të bënte me një burr agresiv edhe tha s'ka problem se unë po bëj një fëmijë me këtë. Ka ardhur më mbrapa. Po jetova 12 vjet, se njeriu ri po e gjen. Ka ardhur më mbrapa, është rënduar situata. Që të sqarohemi për gjithë publikun. Dhe të sqarohemi edhe për një gjë që forca e Ritës është vetëm Roza. Është vetëm Roza që më kam një orë që presta thuash. Është Roza mamit, ka mami e disa komplimenta i bëj tani. Wow, yli mami të du, kujt vetëm i kanë dhënë, kujdele, tani ka një pikë të me, lashnam, se javë disha nesër në mëngjes. Po merë me të mja se do një bebe por Rita. Kush të ka bërë ty në jetë shumë komplimenta? Kush të ka bërë ty në jetë shumë komplimenta? Me thënë drejtën krejt kompliment. Edhe tani që jemi bashkë. Edhe tani që erdha. Ndoshta, jo, ka zonja sot. Dhe unë i adhuroj dhe unë ashiqare fare mund të mua, pa e ditë, sa më ke pëlqyer, më të ne shprej. Dhe kur ma shprejnë e marrë të energjinë dhe më pëlqen, dhe tani që erdha. Edhe unë e dua këtë vëmendjen. Bëjmë keq në qoftë se nuk e kam këtë vëmendjen. Dua të jem e kuruar, do të jem kudo. Po tani unë jam një pension, për çfarë do mendoj veç se të dukem bukur? Për çfarë do mendoj unë tani veç se të ndjehem që të jap kënaqësi. Boll mosha tani që vetëm pleqëri mos kishte më motor. Xhani, që ky muhabet. Mos të kishte pleqëri, kjo do ishte mrekullia. Të iknim. Se privilegji madhe dhe tani shiko sa kohë ke. Nuk kemi ardhur të hedhim rrënj, po duke unë pakure, duke shtry. Unë nuk e duroj dot atë, nuk e duroj dot. E ke frikë? E kam frikë, jo frikë, nuk e dua atë momentin. Unë dua sa të ndjem Rita. Në atë moment, Zoti të vërdore dhe nuk, kur shikoj ca gjëra do me thënë, mos më ço këtu, është e frikshme, se jam tani. Jam 65 i lash edhe, kështu që në mëngjes kur të çohem, tani sa të ditën, nga do shëtis më sot, na do shë sport, na kjo krau, apo na kjo krau. Na kjo lulishta, apo na kjo, ku do e pi kafe unë, u hapri të vëktës, e shatje njëri, Dëgjo. Më shikon njëri. Rita, se nuk, e kuptoj që do bëni vlog, unë dhe shumë mirë, po ti duhet bërë stand-up comedy. Si hyja atyre punëve fare. As ma ndjen fare, ua kam lënë stand-upave, ua kam lënë, unë stand-up jam për ditë. Regjistroje. Okej, regjistroni gjithë shka tek vlogu, besoj do t'i regjistroni këto. Unë do t'ju ndjek. Unë do t'ju ndjek, besoj që gratë do t'a ndjekin shumë Ritën dhe Rozën. Njerëzit ka nevojë për humor, po ka nevojë për humor genuin, për humor sinqert. Organik, diçka që vjen natyrshëm. Jo çdo humor të bën të qeshësh, edhe çdo humor është ka humor. Nuk është një gjë stisur, Roza i ka mbajtur shënim këto gjëra që në pandemi, Roza i kishte gati. Po, do doja të flisja pak për këtë pjesën. Po, kaluam te vlogu në fakt, edhe jam kurioze se si e keni konceptuar ju? Është jeta juaj reale? Është Roza koka kësaj gjëje. Okej, do të regjistroni jetën tuaj reale në shtëpi, jeni kthyer, po jetoni bashkë? Jo bashkë, jo. Jo. Na lër tani ne sikur jemi ndarjen për shoqe. Ne iku kjo shpicaj, u puthë. Jemi për shoqe. Po ne vetëm ziu e griu. Ne lamda. Mos i beso të tëra. Nuk i beso, Avera. Atëre, ne
në kohën e pandemisë, kur u izoluam të gjithë në përshpia dhe nuk dinim se kur do liroheshim nga zinxhirët e pandemisë, unë mendova ngela pa punë, edhe se dhe në televizion nuk po shkoja dot, po bënim 3 muaj që s'po lëviznim gjikundi, edhe faturat, gjërat, dhe në një bisedë me një kokomanin, po flisim edhe po thonim... Përshëndetje që e kam gjanë shumë mami Nikon. Po thonim që duhet bëjmë një gjë me YouTube-in. Famën e kemi, vëmendjen e kemi, hajde do bëjmë diçka me YouTube-in. Dhe kur unë dal nga Big Brother, ka qenë Ledion Liço, që i ka pëlqyer shumë kimia që unë dhe mami patëm kur ftuam, pas daljes Big Brother, ftuam te një emision Cherry on Top. Dhe Ledionit i pëlqeu shumë kimia që patëm ne të dyja dhe më kap në korridor dhe tha, hajde ta ulemi flasim. Ka menduar, tha, pse s'bën një gjë me mamin, tha, një kështu një reality show me mamin. Me thë, ka qenë Ledion Liço që mua më ndezi lampën, se unë e kisha harruar fare fletoren. Edhe kamerën time që... A se vuri në punë? Ka qenë mbi dollap, kamera vlog, a se vura në punë atë kamera, që ka qenë mbi dollap. Brapa, mora vesh, ajo lidhej direkt me telefonin, hidheshin video foto direkt në telefon, s'kish nevojë për laptop, mi kutruri, se kam pasur këtë mrekulli në shtëpi dhe nuk e kam përdorur. Po le të kthehemi në realitetin ton. Ka një kohë për të mësuar. Dhe i them Ledionit, i kam ca gjëra gati dhe shkoj në shtëpi, marr atë fletoren që kisha shkruar në kohën e pandemisë, ja fry atë plurin sipër. Edhe i përpiloj, edhe i shkrova, por kjo gjë nuk u bë me televizionin, sepse nuk arritëm në interesat përbashkëta, por ja ku jemi. Në kanalin e YouTube-it... Ne thamë 5 lek, 5 lek, 2 lek, 2 lek, i ndanë mami me Rozën. Ka që thjesht është gjëja. Po shumë mirë. Në rregull? Punojmë për vete? Do punojmë për vete? Njerëzit duan thjeshtësinë, duan humorin spontan. Absolutisht. Njerëzit na duan shumë si dyshe bashk. Unë e kam parë në rrjetet sociale, impakti që kam kur dal me mamin është masiv, se sa kur dal vetëm unë. Kështu që i thash mamit, e vogla ime, tani për tani unë s'po e gjej veten në televizion, kështu që hajde, marrim atë fletoren e 2020-s, që kemi shkruar dikur, edhe janë nisim. Dhe marrim jetën tonë dhe e vendosim atë në kamera. Si që është Keep It Up with Kardashians, që nga zgjimi në shtëpi, që nga çdo gjë, kjo gjë do bëjmë edhe Rita dhe Roza. Ne jemi me vloge, është përditshmëria jonë, nuk kemi paguar. Rita Roza Vlogs. Okej, Rita Roza Vlogs. Dhe mami e ka lënë kokën e gjithë shkaje, sepse... Në kuptimin që shkoj gjithmonë sponsorat e kontratat, është një gjë që është gjithë shtëpinë, gjithë stafin. Është në kokën e vet kjo gjëja dhe ta çoj Roza. Dua të impenjohet me gjithë shpirt të merret, e tëra është përkushtuar, po lodhet. Roza është producentja. Producentja dhe po sa thjesht aty si the star, si një yll. Mami është the star. Bëm xhirimet e para, ka dalë episodi i parë, që praktikisht ai episodi i parë është vërtet si ne zgjohemi. Është, domethënë, në adoleshencë, tek shtëpia që ne jetonim bashkë, shtëpia e mamit, shtëpia jonë, mami ngjit me derën e dhomës time, vuri një mobilje librash, ngjit me derën e dhomës time, që unë se kuptoj pse. Po ajo vuri kastile që kur unë zjesha në telefon me njerëzit në dhomë, merrte plurat librave që të më përgjonte. E ka bërë vërtet, dhe unë hapja derën ti më përgjon mua, ma shkiqen, unë s'përgjoj ty. Mos i trego se njerëzit do i shikojnë. Me kam parë se ka dalë vlogu, po është reale, çdo gjë që neve xhirojmë. Është e vështirë të besosh që ju do futeni për të bërë një rol, duke një përgjithsisht nuk ka rol. Nga që reale edhe ju pëlqen dhe ju ndjekin. Ka rëndësi Rita klikimet për ty, sheti këto like, se ti numëron? Asnjëherë. Fare. E diti, Fare. Mami im para disa vitesh, kur unë shkruaja, tani nuk e bën më, se ka marrë leksion, ka marrë mësime, e kemi sqaruar njëre mirë. Para disa kohësh i shikonte të gjithë, dhe sigurisht që mami është 74 vjeç, nuk di anglisht. Këta ambrezi rusishte. Po, rusisht. Edhe ndonjë frëngjishte në për të, po mami të rusishtja. Edhe mami që më thoshte që i ndau njerëzit në njerëz që më bënin mua share, dhe njerëz që nuk më bënin mua share. Po mi për fëmijën e vet, është në çdo gjë duhet ta dihet, duhet të si ndiqesh, si shkon, si gjë. Kjo është nëna që do të di çdo gjë. Po unë nuk nga që kam qenë gjithë jetën kështu, nuk na bëjnë përshtypje goditjet, mesazhet, sharjet, bile unë them u prish syri, shqyr shau njëra.
se na prishin syrin. Duhet për udhër. Duhet patjetër dhe unë falenderoj ata që shajnë, do me thënë jam shumë se ata na largojnë. Unë nuk i falenderoj shumë ata, megjithatë na prishin syrin ato. E veten duke thënë që u thulla gërryen e nënën e vet. Jo, ato na prishin syrin, duhet i falenderosh se prishin syrin dhe çani çik më shumë. Se sa më shumë lart na ri shejtani. Çani çik më shumë. Tek pjesa e komenteve negative, le ta kapim kështu, apo... Te pjesa e komenteve negative, unë e kam frymëzimin... Jo, unë e kam frymëzimin nga mami. Mua, vërtet, as nuk më intereson dhe as nuk më bëjmë përshtypje komentare. Po shritur ajo. Jo. Unë e kam nga mami këtë. Po shritur ajo mes provokimeve. Ja, mami jo të bëri kështu. Mami jo më ngriti këmbët në penxhere. Një baba tepër te filmi këmbët në penxhere. Te sekja që na po ka qenë vogël edhe imagjino këto i ka hyp gjithë. Nuk i bën përshtypje më leta e kam rritur me atë murin këtu që bien te muri, jo te ty. Dhe nuk vërtet nuk më prekin. Absolutisht i fshim komentet negative nga profilet tona, se unë në shpinë time nuk lejoj njëri që në shpinë time rrjetë social. Ja mamas na çika ata mi negativ. Nuk lejoj të ofendojnë, po jo se mua më ndikojnë, thjesht i fshi, thjesht pastroj. Lëra atje se i ka shejtani po e pa. Kur lëndo njërin, lexoj komentin e mamit poshtë, na ëngsh bajgat. Na ëngsh bajgat? Ma, pse i lë komentin negativ, vazhdoni përgjigjet mamit, dhe mami që shkruan poshtë, ha, u knaqa. Ai sa e vënë lëvizje. Pastaj çdo ishte, ç'kuptim do kishte mos ishin këto negativet, se çdo gjë dhe kështu nuk është e bukur. Çfarë mendon ti Rita për rrjetet sociale? Për shembull, unë do thoja që pavarësisht se ju nuk do ta bënit këtë nëse nuk do t'ishte online, nuk do t'ishte YouTube-i. Pra, për mua YouTube-i është pavarësia ime, ka qenë mundësia ime për treguar unë vete. Me siguri këtë gjë e kam provuar televizionin, nuk do ta kisha bërë në asnjë televizion të madh. Po do ishte në presion për shumë arsye. Për shumë arsye. Është presion televizion. Dhe e dua online-in. Unë televizionin e dua shumë ta shoh Rozën, po ka një presion. Me gjithë drejtjet, unë nuk e kam fare merak, unë gjithmonë e më pak televizion kam parë 10 vjeçarin e fundit. Por ama nga ana tjetër, edhe në këtë podcast, se ti e kuptova që e ndjek, kam folur shumë edhe për këtë botën online, sepse është bota ku ne po jetojmë. Nuk është aq artificiale. Në fakt, ne aty po ndajmë pjesë, edhe pse i kontrollojmë, të njëjta gjëra kontrollojmë dhe në jetën tonë për së gjalli live. E vërtet. Reale. Ama gjithnjë e mendoj, edhe sidomos kohët e fundit, që ne çfarë është Instagrami apo Facebooku, nuk kam Facebook, po kam Instagram apo rrjetet e tjera. Është si të lësh derën e shtëpisë hapur dhe aty futet gjithkush. Njëri hap frigoriferin, njëri ndes televizorin, njëri shkon te garderoba, njëri shkon te krevati yt, njëri shkon te... Mos u hap të gjithë dhe shiko ato që të intereson. Shiko, Mira, është varet njerëzit. Si e përjeton ti këtë? Më fal nëse mund të them diçka, se dua ta them këtë gjë. Rrjetet sociale është njeriu që e përdor, rrjetin social varet se sa e zhyt veten, se sa e hap derën. Sepse un kam rrjete sociale, kam shumë shikueshmëri, kam 20 milion reaches në muaj, por un kam dhe jetë private që se di njeri. Qa un postoj në rrjetet sociale nuk është jeta ime 100%. Është 30% që, 70% që është personale. Po të tregojmë të tëra dynjas, ke që mamaja. Tek vlogu? Tek vlogu, tani, vlogu është 12 skenare që janë të shkruara, janë jeta jonë çfarë ne na ka ndodhur në jetë, çfarë ne kemi bërë në jetën tonë. Tek përditshmëria, avash avash, po mendoj me mamin t'i fusim pjesë të këtyre 12 skenareve. Do bëni fillimisht 12. Pastaj do ta... Është eksperimentale, duke parë duke bërë. Nëse shqiptarët e pëlqejnë, mund të bëjmë akoma. Po unë fillimisht podcastin kur e kam nisur mendoja që do ta bëj dhe këtë muaj. Ja dhe muajin tjetër, fillimisht kisha mamin që më bënte likes dhe share. Ska gjë, nuk është asnjë problem. Ja ku jemi, jam që nga 2021-shi jemi duke futur në 2026. Dhe je brava. Okej, faleminderit. Unë jam me shumë këmbë në tokë në fakt, sepse duhet gjithmonë të jesh vigjilent, sepse... Jo, ke dhe një së brendshme, së thellje, ke dhe ti një energji që unë për këtë të veçoj dhe të dua. Rezaton atë... Jo, ti nuk të vëni, ti ta hap zemrën, dua unë flas te ty. Me thënë, më kanë ftuar diku që sa më kanë ftuar, kam thënë jo, nuk ma jep atë diellin, atë dritën që më zhbirilon mua, po më fute e mua akull, që kur të shoh, ti s'hyndot e mua. Dhe që kur më tha Roza, ja ku e ke i thash mami, bravo, mirën e kam, pa fol bashk, unë të kam ndjekur që
që ke bërë gjithmonë diferencën për Mirë, mua. kur e verson ka Faleminderit. shumë mirë, pse si lyve çik faqet që do vije këtu. Dua të shkëlqej Roza ime. Roza, çfarë do i kishe thënë vetes tënde 23 vjeç? Është një pyetje që u a bëj disa të ftuarve. E Një këshill. kam përcjell edhe e kam pëlqen. pritur që të ma bëj këtë pyetje dhe përgjigja ime është ky tatuazhi këtu. Unë kam shumë tatuazhe. Ky tatuazhi këtu është përgjigja çfarë do i thoja vetes time 23 vjeç. Ta shpjegojmë. Hëna lafos tani. Tani po mësonte. Atëre 23 vjeçares Roza do i thoja jep dritë edhe ndriço si pishtari. U që këtë e di unë. Se Këtë e dia. më prit. Po, Se dia unë, mos thash Rita, na fut na një që më çuditëra më 23 vjeçares. surprizon. Okej. 23 vjeçares Roza do i thoja që çdo gjë është energji. Si e çon, Përsjell. ashtu të vjen mbrapsht. 23 vjeçares Roza do i thoja dashnia shëron gjithçka. Do i thoja durimin. Nëse nuk po vjen ajo gjë që ti do, është se si je ti gati. Sfida më e madhe që kalon secili nga ne është lufta me durimin. Gati kam qenë gjithë jetën moto Xhani. Ja, juve si jeni gati, juve i pesa atë Çfarë do gati. i Po thoja? gati mo O, mam. 24 me 24 jam gati. Ç'më gjeti me këtë fëmijën tim si jam gati. Ha vazhdo. Sa e bukur Roza. ishte kjo. Kjo ishte filozofi shumë e bukur. Ha vazhdo. Njeriu është gati, ose është gati. O ma o që trurin si jam gati. O ma i ku truri, mo do vdes nese që në më. Ma është mesazhi, durim, duhet U bëj harrova durim po njeriu xhirona i një. djal. Duhet bëj durim njeriu. Po të keq e man, duro. Nëse dikuj që po e ndërron e po punon kaq fort për të arritur diçka dhe s'po i vjen, do të thotë që nuk është gati, se po ti viti, ja çoj Zoti atë dhuratën që ai do që ndëron, ai nuk është i përgatitur dhe do i bjerë me shkelm, se s'është i përgatitur, do e çoj dëm. Tani Këtë unë e po them. kuptova me të Ky është paktën durim. nëse unë jam, do të ma thot Rita nëse e kam kapur, unë e di ku e ka Rita tani, e ka tek kur ti i thua ndoshta për një bebe që si e gati dhe ajo do që ti t'jesh gati. Mos e hapni për ta këtë bërë temë. Ritën Gjysha. Mos e hapni këtë temë, E lutem. kuptoj unë që aty e kam Edhe- më duket. E kishe për këtë? Po lemo që do ja gjej unë, do Unë them bëjnë ta atë. gjesh ti. Do e gjej unë atë muhabet, do ja gjej unë anë. Diçka kam ditur. Do ja gjej anën këtij muhabeti, o zot ga, si jam gati, jam një këtë. Jam ga 24 me 24 jam Shiko, gati. se me ju çlirova dhe unë bëj disa bisedat që Oh, si bëj me më të i ftuarit e kutruj. tjerë. Një shoqja jonë, e cila në fakt është marokene, jeton tani ka një jetë është e martuar me fëmijë, po diku tek mosha 25-26 vjeç, jëma e saj, babai ishte imam, jetoni në Francë, jëma i thoshte vazhdimisht që duhet të gjente një burr, sepse kanë ato rregullat dhe Patjetër. traditat. Duhet të gjesh një burr, dhe ajo i thoshte që nuk ishte gati sepse priste që të gjente dashurinë e jetës. Që është gjithçka e bukur, ëh? Sigurisht, sigurisht. Njeriu duhet të martohet edhe të lidhë jetën apo të Patjetër, me një njeri që e patjetër. do shumë. Edhe po përgjigja shumë e mençur, edhe shumë që të bëndet për të qeshur, ironike në Ma fakt, e tregon? nënës së saj, kur ajo i thotë që s'ishte gati sepse priste që të gjente dashurinë e jetës, i përgjigjet, po pse mi mam, dashuria vjen, ja shiko mua, kam 28 vjet e martuar me babain tënd, ende pres të bie në dashuri me të. Kështu që iku dhe kjo pjesa e E bukur, bebit, kalojmë next. Next. I ka ikur jeta për lesh mamas. Keq më vjen që po e them. E shketa ka prit. Mos presi dhe u mami tani, që jam që jam. Ti nuk e pritur Orita se duket që s'ke pritur. Se ti ke jap, qenë gati. 24 me 24, gati. Ti nuk e pritur. Bile jam gati sa të dal. Edhe ju falenderoj shumë që erdhët. E vlerësoj shumë që Roza më telefonoi, ju kam takuar për herë të parë në jetën time, tani me rastin e këtij podcasti. Ne jemi parë sa e kam herë. ndjekur, jemi Po, parë sa herë. po që sigurisht, po të unë- takoheshim. Po se dita që ti e ka që e mirë live. Po më duke si një bebi bukur. Ua, po Kishe regjistron. vesh një xhaket me spil, Regjistron ai çuni atje? Ja kishe fituar Mendon dhe 0% gjaketën me spil. Edhe pa. Tani gjaketë kështu me pak vata, kështu me jak me shkëlqim, me një spil me gura këtu. Okej. Me thënë një Të premtoj që do ta vesh një një herë atë diva. për ty dhe do të Po, vi dhe më- tek po, vlogu juaj. Po më të thonë. lutem. Më Edhe fusni në një vlog që po të vi e vetëm kemi për gjaketë. menduar, e kemi menduar. Faleminderit shumë. Bile Roza sot Edhe- donte kamerën, nuk e di. Ma, Dhe nuk e di çfarë do bëni për festa? për vitin e ri, Pa. të shtëpia mamit, jemi bashkë. Këtë vit do të jem vetëm me Rozën. Gatuan? Gatuaj gatuan shumë gjërat mirë. e nënës time. Përsheshin me gjelin me përshesh, se ju të vlorës Tani e bëni
tani përderisa se bëj si nëna ime, siç e bënte ajo nuk më shijon asnjë gjë, po e bëj se ç'e ka gjetur këtu më moto Xhani do përshesh kjo. Edhe unë e pëlqej. Po si që ka gjetur është nuk quhet vit i ri nëse nuk është përsheshin tavolinë dhe filmat e Arjan Çuliçit e TVSH-ja. Okej. E shiko? Është, ja, dhe çunat mbrapa kamerave. Mendosh dikur vit i ri ishte, ne prisnim dhe gjërat ishin cilësore në fakt sepse pritej ai humori që mendoj një vit për atë humorin. Po ishte kohë tjetër, tani ka ndryshuar gjëra, tani ka shumë. Dhe vit i ri ishte Gjeli me Përshesh, Rita me Beharin, Fadil Hasa, ato koncerti Vjenës para dite unë kur isha fëmijë nuk e pëlqeja, tani gjithmonë të dielën më pëlqen vjet e shijova shumë me profesor sepse çdo gjë vjen me i cili ka bërë një koment, ja kam thënë dhe këtu në podcast, aq të bukur. Se ai është mendja që bukur. Ta sugjeroj ta shikosh sepse e ndjekin dhe tash e themet Ros, për shembull, ky regjisor nda me grua pati llafe. E pa, ajo është e bukur. Ishte shumë sepse ne këto gjërat futen bukur edhe kalon edhe shijohet edhe nuk është e ftohtë gjëja. Sepse njerëzit e duan atë idenë e vlogut, kudo, dhe jetojmë në këtë kohë dhe njeriu nuk duhet ta refuzojë kontekstin e kohës që jeton. Se nuk jam dakord edhe me nostalgjikët që vetëm koha jon, në fakt në çdo kohë duhet ta provosh veten dhe bëni shumë mirë që po provoni një dyshe të fortë, ju uroj shumë. Ne vloge kemi jetën, po Roza tani mendoj që të ta mësojmë inshallah po ecin. Di si është puna, është presion i madh të bësh diçka të re, normalisht duke ditur pritshmëritë e një publiku që neve na ka përcjell ndër vite, edhe i thash mamit mos e vrit mendjen mami thash, thjesht xhirojmë, e thjesht nxjerrim gjëra i thash. Mos e vrit mendjen, po jo po çfarë do them, jo po çfarë do mendojmë, po të jo. Just do it. Thjesht ta bëjmë mami thash. Mos kemi frikë thash, thjesht ta bëjmë. Sa avash do shkoj çdo gjë në vendin e vet. I kam thënë një gjë se që mua të më vi ai ngacmimi i brendshëm, që ajo nuk e kërkon të vjen. Do publik? Jo, fare publik. Unë dua shumë dashuri dhe shumë qetësi dhe me thënë, jo, mos më ndërprit dhe mos më krijo negativitet ai, foli ai, se ne jemi duke xhiruar dhe mua duhet më vi gjëja. Dhe po u preva, nuk kjo është artisti se ja për shembull në shesh xhirim të dyja bashk, do me thënë, nëse unë gjithë jetën ndjes, nëse unë why not në emisionin tim që kam pas bërë dikur, thoja sa startonte emisioni. Hello, vini ripin e sigurimi se AMG-ja 6000 benzinë e këtu filloi zjarr. Imagjino si është mami im. Ferrari është mami im. Më kupton dhe ne jemi në vloge. Dhe në një skenë që është shumë e thjesht, mami jep një gaz Ferrari, sa që kam thënë kamerë stop. O ma, qetësohu jetë, qetësohu. Harrojun. Mami, me thonë, ka një pathos, është e lindur ajo gjë. Edhe këtu për shembull unë jam thënë, "Mam, ulu, rri." Do me thënë ajo skena sa të bëri çak dhe unë duhet të dilja kështu, do me thënë, kjo Rita ka që e kuruar me flokët, se nuk e dija që erdhi ky shejtani te dera. Se kjo me telefon me motor Xhani. Ç'ne kjo? Edhe siç isha ngre, po mi ngrita dhe ato flokët kështu, me thënë pa buskuq pa gjë se prisi atë shoqe për kafe. Se kemi ne atë shoqe që pranojmë njëra tjetrën, Aty jam gjesi të shtëpia. Dhe jo të rëshkitur, me thënë kujtuan se e bëra vet. Faktikisht u rëshkita dhe thash, kjo është me këmbë të mbarë, sepse ato qeshën, dhe kujtuan se e bëra kastile. Në fakt jo, janë ca gjëra që vinë edhe të shikojnë tani bëhet montazh, ç'a do mbahet. Jo, vinë gjërat vetë. Të shikojnë tani montazh, ç'a do mbahet. Nuk po thoja që vinë gjëra, po thoja vini, qeshi vini. Po pra, po, normale, qeshur ishte se unë edhe ju të dyja kisha mangut. Në YouTube. Shiko, ne nuk i kemi zënë vendin askujt. Jo. Edhe ty nuk ta zë do të vendin askush, je pa zëvendësueshme, prandaj edhe të kam përzgjedhur që të vinim. Dhe këtë gjë që po bëjmë unë dhe mami nuk është bërë më parë në Shqipëri. Një nënë e bi, jeta e tyre, përditshmëria e tyre në YouTube nuk është bërë më parë. Mund të ketë nënë e bija të tjera personazhe shumë të mira, shumë suksesshme. Mbase mund të frymëzohen nga ne dhe ta bëjnë. Dhe mund të mundohen të kopjojnë recetën, por prapë salca nuk është e njëjtë. Shumë e bukur. Dhe unë nisa për të thënë që këtë komunitet që kam, që e ndjek, është ndërtuar të premte pas të premte, jenë në shumë sezone tashmë. Unë i ftoj që të gjithë që të vinë te kanali juaj. Roza Lati. Okej. Ka shkurt quhet kanali. T'ja japin shansin kësaj dysheje që futet në YouTube. Për t'ju sjell energji të mirë, dhe kush nuk ka nevojë për energji të mira, pa para jam.
Ky episod u mundësua nga Smile.al, Vodafone, Lajthiza, Metropolitan, Melia Durrës, Tumo.